Ata gjithë thonë ose kemi katruar vendin. Po ma me bujo ka qenë ulja e një avionit të NATO-s. Ua! Avion i NATO-s 833 në 1957. Ju keni ullur avion të NATO-s? Po, avion të NATO-s me pilot amerikan, pjesëmarrës luftën e dytë botërore që shtërëzohet 4 aeroplana gjerman. Po ku e ullët ju? Në Rinës. Në Rinës? Po ku e pikasës? Si e pikasës? Ju ti ishe me avion që Jo, në 57 kam qenë bashkëpunëtor së dikun. A ti ishe në bashkëpunëtor? Po, Po dhe si u pikasës? Si është kjo një? Sikur se radaret zbrojnë çështjet e hapësirës ajrore. Ato që sjellin në ulje pilotët, ato shohin me ashtu pikë që ka një objekt në ajër. Nuk e di se çfarë objekti është. Dhe çon një aeroplan me tan për ta parë çfarë objekti është, qofsh është një aeroplan atëre. U ngritën avion tan? Po, u ngritën një avion në tan. Sa? 2 avion. Po 2 aviona. Dhe e detyruan atë? E detyruan të uleshë, është ulur se në atë kohë neve di kundërshtorë NATO dhe jo tregtat e Varshavës, ishim akoma në tregtat e Varshavës. Ishim dhe është ulur në Rinas. Ka qenë avioni deri vonë, avioni nuk e lam ti këtë. Nuk e lat avion? Avion nuk e lat ka qenë. Nuk e di pse ti. Po mirë, nuk kundërshtoi ai, nuk vi ai NATO, se ai oficeri i NATO-s, amerikan. Po, se shiko. Neve di se urdhri është i tillë që hapim zjarr pa paralajmërim, qofsh ata bëjnë di agresion. Mund hedhin bomba, mitralojnë ose hedhin parashutist. Sa parashutët e tjera, i vemi afër dhe i themi që ktheu në vend. Ju i shkuat afër? Po, domosdoshmë, në krah fare. I shkuat afër? Gjitur. Gjitur gradi këtë. Dhe detyruat? Po, njëri i rri majtas, tjetri i rri gjatas. Po, avioni ishte i konsiderueshëm, ishte i madh? Mesatar. Dhe ullët në Rinës. Çfarë bot amerikanët pse? Amerikani është lënë tik. Kurse avioni është aty e mbajt avion. Është 10 metër. Bileve thonë, nuk ka thënë se të nuk e di me saktësi që ka qenë shumë i emocionuar, nuk e pranonte që është ullur në avion tuaj, në një avion tuaj. Dhe zonte ditë nga avioni. I vete një komandim i shkollës ajrore general, pa ku pishte generali, ai ishte shkëndës ditë di anglisht. I shkon në Niko Hoxha di anglisht, e thotë get up. Ngarau i thotë s'ka këto dëla. Edhe çohet ai pastaj. Kështu. Po ngjarje tjetër të këtij lloji? Ngjarje tjetër të këtij lloji është neve kemi ulur aeroplan Jugosllav. Wow. F-84G. Ushtarak me bomba e preda në gojë. Wow. Ku ullët? Ullë në Rinës, dhe atë në ullës. Kështu është ullë në 67-ën. 67? Korrekt 12 kërkë të 67-ës. Ke qenë ti në operacion? Jo, nuk kam qenë, kam qenë në këtë kam qenë qytetit e Stalin. Pilotat të Dhe detyruan atë pilotin? Po, detyruan aeroplanin e Tulit. Besoj e kapër nga veriu, e pikasë nga veriu. Nga veriu. Po, dhe e shëqëruan, gjithmonë. E detyruan aty. Po, nuk e lanë tikte, ullë, pastaj avioni erdhi një pilot tjetër për ta marrë, një pilot e Jugosllav. Po, bombat çfarë? Bombat në aeroplani. Po pse me aeroplani i kthyer prapë bombat? Nuk e hoqët, nuk e çamatosën. Nuk e di, shiko. Unë fakt se kam në fotografi diku atje, unë bombat nuk kam parë varur, po thanë që ka patur bomba. Unë nuk e kam parë. Po ngjarje tjetër të këtij lloji? Jo, pastaj mbas 57-s nuk ka patur më. Nuk 67-s. Nuk guxonin më pas. Ja, pastaj më e panë që Nuk bëhet çka me Shqipërinë. Kemi një aeroplan italian deri në brigjet të Italisë, që si ishte jeta juaj si pilot? Ju kishit një regjim shumë të veçantë, por kishit edhe një normë që ishte speciale për atë kohë. A mund ta tregosh si ishte dita jote? Po dita jote njerë ka qenë e ngarkuar me shërbime, me përgatitje për fluturim dhe me fluturime ditën, natën, me gjithë këto që thashun me këto përgatitje që neve kemi përqit dhe bombardime edhe dhe natën panim. Edhe natën, Po, që dhe bombardime natën. Shumë e vështirë. Po e vështirë, pa vështirë, e ke detyrë ndaj dheut. Ke vendos për të shërby, do të shërbesh sa t'jesh gjallë. Besohet ti në këto parime?
Jo një besoj, po isha një plotësisht i angazhuar për ta plotësuar detyrin. Jo vetëm po unë mendoj se besoj të ketë patur njëri tjetër nga plotët shokët e mi që të mos ketë patur këtë mend dhe këtë vendosuri që ka patur unë. Ishe komunist? A ishit ju komunist? Po, komunistët të pilotët di kanë qenë komunistë. Se gjithë pilotët ishin komunist? Jo dhe për atë pasë përse disa vite kur vitin nuk pranoshin për njerë në parti. Po pastaj një pranoshin në parti. Po kjo për qendja komunistët nuk ka lidhje fare me dashuri dhe me... Po pra, a besoni të komunizmi? Shiko, me besimit të komunizmit zotë Rënd, unë mendoj që varet nga aftësia për ta njohur në çështjet e komunizmit. Sepse de faktikisht jo vetëm mendoj po dhe kam bindjen që komunizmi banalizohet, sepse shiko, shoqëria komuniste është shoqëria e nivelit më të lartë të shoqërisë njerëzore. Komunizmi vjen pas kapitalizmit. Sipas teorisë së Marksit, komunizmi vjen është etapa e fundit e shoqërisë njerëzore, ku njeriu punon sipas aftësisë dhe merr sipas nevojës. Po su vërtetuar në njëri? Nuk është vërtetuar. Pikërisht kjo nisëm që u mor nga vendet ishte socialiste nuk u arrit. Dhe për shembull unë mendoj se më afër komunizmit është di Kanadaja. Ku jeton ti sot? Po, edhe megjithatë është shumë afër di komunizmit. Kanadaja. Sepse Kanadaja, për shembull, ju siguron jetën çdo shteti si kanadez ka punuar në Kanada. Tani ti kur bëhe punën si pilot, ti besoje të komunizmi i Shqipërisë apo besoje të patriotizmi të Shqipëria? Ti mbroje Shqipërinë apo komunizmin? Ja, sigurisht. Njëherë unë mendoj për mendimin tim dhe bindjen time që partitë janë e dive më të repetigatrojnë punë se sa rregullojnë punë. Sepse shiko, nuk ka të bëj patriotizmi, pra dhe nuk ka të bëj me të qenjërit në parti. Dhe gjëllulli antarpartijishte, Munjol Qinaku. Sa bukur e the këtë, dhe gjëllulli antarpartijishte. Ose Rapo Hekali. Ja, këtu ti ke qenë në kull këtu? Në kull, të ndarët në Tiranës. Me kë po flet? Me që vinë nullje. Që vinë nullje? Qa e duke thënë këtu? Kujdes ruaj kursin. Ruaj kursin. Mere pak, kujdes këndin e planerimit, si mas rastit. Okej. Do kemi një ndërprerje publicitare, publicitet për pak minuta dhe kthehemi sërish në studio. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtoj sa gjysmën e komisionit që do të pagonit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Falenderit, kthehemi në studio, falenderojmë edhe njerë MoneyGram Akinvest, si sponsor general i emisionit Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kudo. Po thoshim dhe njerë që këto ishin të zakonshme për ju pilotoni dhe pastaj kalonit në kull, si ishte kjo? Mirë ke tamam, ke parashikuar tamam. Neve shikom, unë tem udhëheq filtrimi quhet. Drejtues i filtrimit për ditën e dhënë. Dhe drejtues filtrimi janë ose komand, ajo është di komisari, një vajzëdjau, njëri shumë i mirë nga çdo gjëra kastra. I zgjidhte partia komisarët, ë? I zgjidhte partia komisarët. Jo, i zgjidhte. Gjithë një lloj. Po thoshin atëherë për filma pa. Shikoj, pse për shkak në rand gjatër isha unë në komisar. Këtu erdha di komand. Këtu sem komisar këtu. Po pse ke qenë komisar? Po kam qenë komisar gjatër. Ke qenë komisar, ë? Po, komisar i xhementi. Ua. Kështë këtu është i Bajazitit, sa shumë në të komandë. Dhe neve di se shiko, a që drejton flukturimet atë dite, duhet të bëjnë njëri kontrolin e kohës. Jepet i udhëzimet për funksionimin e infrastrukturës së flukturimeve për ditën e dhënë. Dhe pastaj shko dhe shef kodë më sirë kohë që thotë pilotave, që thotë gjithë që çfarë fenomen nështë të pritën. Si të person kod, ku është dhe mirë, ku nuk është dhe dash mirë, dhe pastaj shkon në kull. Si trajtoheshit juve? Çfarë norme kishit? Neve jemi trajtuar shumë mirë. Sa ishte rruga juaj?
Jo, rrogat aty nuk kanë qenë të larta. E po si jeni drejtori mirë Shiko, për shembull, unë kam patur rrogën, po jep, kam patur gjëra të tjera. Unë për shembull kam patur rrogën, siç e kam patur komisar të komandat të brigadave të kategorisë parë. Se ishim blat. Dhe sa shkoi rroga? Rrogat e shkonte për shembull unë gjatër kam patur 12.500. 12.500 ka qenë rrogë mirë. Po rrogë mirë, rrogë mirë. Për kushtet e atëherë, po them. Jo, rrogë mirë, jo, ta kam vënë që rrogë mirë dhe bilet shumë mirë. Po, dhe po pensioni? Pensionit tash neve dhe kemi trajtim të veçantë financiar. Po? Dhe mirë jemi. Mirë, sa është pensioni tani? Tash e pensioni vetëm tek 80.000, tek 800.000. 800.000. Po në atë kohë përveç rrogës, ju menit të këto jo dietat, po. Jo, merr një shpërblim nuk ka patur, po ishte një më ushqimi i siguruar. Ishi i siguruar? Po ushqimi. Ki hajë repart? Po në repart me të gjitha nevojat për të përballuar fluturimin. Çfarë anë të mëngjes drejt darkë? Një pilot? Po, një pilot, shiko, ne vetëm konsumonim... Norma ishte numër? Numër 5A që ushe. 5A? 5A e pilotave me reaktiv. Kurse ato me lik kam patur 5-ën. Po ju 5A? Çfarë presupozon kjo? Po kjo presupozon të për shembull që kishte... Ne hanim 4 herë në ditë. 4 herë, jo 3 herë? Jo 3 herë, se shiko, pilotin nuk duhet të fluturoj asnjëherë pa hëngër dhe mëngjesin. Okej, kjo është një foto, për mua është e jashtëzakonshme. Ku është kjo? Kjo duhet të jetë në Rinas. Në Rinas? Dhe mund duhet të jetë në Rinas. Po tani Rinas ishte aeroport civil dhe ushtarak? Jo, po, para 90 ka qenë civil dhe ushtarak. Është bërë fillimisht për ushtarak, pastaj është bërë... Se ka qenë të fushë aviacionit? Fushë aviacionit. Po ku kaloi Rinas? Civili ka qenë në fushë aviacionit në Laprak. Laprak. Po. Aty ku i themi ne fusha? Ku kemi fushë aviacionit. Ajo ka qenë fushë civile. Kurse kjo është bërë për parë për luftarakët. Dhe këto janë avionat MiG-19P, kapës. Se kjo pjesa e para me EZS është lokatori që ka për di objektin në ajrë. Dhe këto kanë qenë të pajisur me raketa air-air. Air-air? Me raketa? Jo, ku janë dhe shtretit që vinë dhe... Ja, se e të regoj unë. Kjo është raketa? Jo, është shtrati i raketës. Kë? Jo. Ajo është shtrati i raketës. Po, kjo është shtrati i raketës? Po, shtrati i raketës. Ose ajo për te. Ose kjo këtë? Shtrati i raketës. Po. Raketa shkëtë. Dhe qëfar fuqie kishe kjo raketa? Qëfar pasoja shkëto të ke? Po, këto raketat dhe kanë qenë aeroplani kundër aeroplanet. Aeroplani kundër aeroplanet? Juve si vudo i në përdorim? Jo, në shkollë po. Në shkollë po, ha? Në shkollë po. Atje? Se shiko, MiG-19 këtë pënë e kanë marë pilotët tanë në 59-ën. Sa kushton dhe një avion? Vale, nuk e di me saksi, po disa, të shtretë kanë qenë. I shtretë? Shtretë kanë qenë, po neve ne kanë dhënë në palek. Se avionët këta migët palek? Po, jo palek, i kanë marrë me ashtu clearing. Me clearing, ha? Clearing. Qa u jepim ne? Po, me siguri minerale. Minerale? Me siguri minerale. Po, mua më pëlqen kjo pamje kështu, ka një lloj kështu, potencë, ha? Po, potencë, marrë mëndoja avion nga këta që e ke pilotuar? Jo, me këta kanë qenë në Rinas. Ta në Rinas, po mirë, ju keni qenë dhe në Rinas? Jo, dhe në Rinas dhe kam qenë vetëm në 70-ën, kur kam për kalimin nga MiG-17 në MiG-19. Okej, foto tjetër? Ja, presim një moment. Ja, kjo është avioni, duhet tjetë avioni i NATO-s. Po? Kjo duhet tjetë avioni i NATO-s. I rëzuar? Po. Jo i rëzuar, kjo duhet më i prishur, nuk e di... Mirë, i rëzuar, i shkatruar. Po. A patën që avionët tanë janë rëzuar, zoti Koci? Për katastrofa aerore? Po, kemi patër katastrofa aerore, neve disa katastrofa aerore. Mund da i tregoni? Po, për shembull neve me avionat gjytë bombardus MiG-ët, kemi patër 25 me katastrofa aerore. 25? 25. Me MiG? Me MiG-ët. Po? Me sa umbje jetë? Me sa umbje jetë? Të gjithve.
Po jo, 25 avion, po mund të ishim dhe 2 pilotët, apo një ishin? Jo, një tek. Nga një tek ishin? Nga një tek. Tek, ë? Tek. 25 të vdekur. Po. Në një rastet e kanë qenë dyshe, në mirë ketim. Në rastet e kanë qenë dyshe. Po? Në avion Dhe për çfarë arsye ndodhi aksidenti? Arsyen të saktë nuk e din vetë unë për shembull ne vedim se kanë qenë të mund arsyen se pse të kanë ndodhur katastrofë rreth 3-4 raste. Për shembull, ne dim atë kur më është vrarë një shoku im, Azbesenani, gjatë lojrave me forcat toksore, ne ishim në mbështetje të forcave toksore, dhe ishim edhe në katërshe, se zakonisht forcat toksore bëhen me ashtu katërshe në mbështetje. Dhe u futëm në sulm për qitje, edhe azbytëm jeshtu plasi preda në kanal Tytës. Po si ka mundsi? I plasi preda. Brenda avionit? Brenda avionit. Dhe vrau dhe atë. Shiko, këto preda, që preda kineze, kishin një defekt teknik. Se preda, se ka një sust të djeshmërisë. Djegore? Jo, sust të djegorës, të kapsolës. Dhe kjo sushta nuk lejon që të shkoj djegorja për të pashe, derisa preda të takojnë në objekt. Qartë. Kurse duke më së pas këtë sushtën, a i preda përcise sa për fillon të lëvizhen në kanalin e Tytës. Dhe ati në kanalin e Tytës i plasi. Po merreshin masa? Shumë kur ndodhi se ky ishte një nga shokët e tu, një nga miqtë e tu, e ke përjetuar keq bes. Po keq, unë isha një shoku im, po isha 100 metra dhe afër tij, po prishna që të malshote objektin ai që të ha një zjarun. Po? Ati i plasi. Ati i plasi dhe u rrëzua avionin në tokë. Doli si veten e ke menduar ndonjëherë kur hipje në avion që edhe mund mos kthehem? Jo, sigur unë nuk kam menduar asnjëherë që mund të vritem. Jo, unë kam patur gjithmonë në besim që do kthehem më mirë se sa po nisem. Po si ka mundsi? Jo, nuk e di, nuk kam patur asnjëherë impresionon. Impresionim as frikë, sepse më pas i qenë dhe psikologjikisht lart. Po, sigurisht se shiko, se pilotët deri në radhë parë duhet të kenë një qëndrueshmëri psikologjike. Po. Për shembull, të mos bjerë në situatë vështira. Të mos bjerë në situatë të mos jenë panik. Se do të vështirë, mos bëhet panik, se për shembull ai ishte panik tasem, se pa shokun tim që radi. Ti s'pade, ishe i ftohtë, a? Ti ishe i ftohtë. Jo, i ftohtë, me logjikë që çfarë duhet bëj. Me logjikë të ftohtë. Me logjikë që për të marrë masa, për të mos e pshur si ai që u vra. Po ju bënin punë psikologjike? Jo, punë psikologjike bëjmë gjithnjë. Po, se ju treguat rrogën dhe këtë pjesën e shëndetit. Po, edhe një herë ushqimi, çfarë hanit mëngjes, drek, dark? Shiko, neve në mëngjes për shembull, dhe në shkollë se mos bashkëmirë se ne vini shumë dhe vëre, na jepni di esull fare gjys pa krip, ose një farë qumshtë të thartuar. Po, se ishte një gjys pa krip. Po, me sa duket i bën mirë të stomakut dhe tretjes. Edhe mëlsisht, edhe këtyre organeve mjedisorë. Gjithë pa krip, ë? Gjithë pa krip. Pastaj, shikoj, të gjitha ushqimet e pilotëve janë bio. Ju i kishit bio? Po, absolutisht. Po çka kishit veçantë? Ç'a hanit drek, dark? Po shikoj, njerëzit kishim me mish. Mish për ditë. Po ditë 3 herë në ditë mish. 3 herë në ditë mish? 3 herë në ditë mish. Duket normal ka qenë 400 gram mish në ditë. Ti nuk dukesha as atje, se mirë tani që nuk dukesha që kishe haje 3 herë mish. Po tretet o zotë Roland. Tretet. Po nuk kanë ngrashtu, nuk sa kilogram bie trupi njeriut në një pilotim? Tash se sa kilogram nuk e kam matur, nuk mund të them me saktësi, po thonë që 4-5 kilogram. 4-5 kilogram. Po, bie. Sepse pikërisht për të mos për të zëvendësuar këtë që humbet, të jepet ajo sasi ushqimi dhe ajo cilësi ushqimi. Do mishin e kishit në zëvak. Po tjetër, veçantë, ëmbëlsira, fruta? Një fjalë ka proteina, yndyrna, ëmbëlsirë, çokoladë,
fruta. Çokoladë, pritje. Do populli s'kishte kështu bukë të ëndër, janë çokoladë. Jo, populli ka patur bukë për të Tani në fundi viteve 80 me thënë drejtë dhe s'kishte. Shiko ti, se këte një mua një më vjen e di, që di që si kanë e di këte mendime njerëzit, a e kanë sepse duhet thënë ndi kështu, apo e kanë sepse e kanë jetur dhe faktikisht ata që kanë jetur vitet 80, këte mendim kanë se vitet 80 ka fillu të talonat. Dhe ajo katraura, ajo radha për të marrë qumshte, për të marrë këto gjëra ka vitet 80. Komunizmi ishte edhe të vitet 80, E pre, Komunizmi ishte edhe vitet 80. Po komunizmi shiko, se komunizmi, u thashtë, ajo që nuk e më pati sukses, ishte një eksperimentim për të ndërtuar në etapa shoqërinë komuniste. Dhe me këti të bëshe socializimi, shoqërizimi i mjetëve të prodhimit për atë parë. Pastaj të krijosh një kushtet materiale të bëllëkshme, që pikërisht e kjo, kushtet materiale me ashtu bëllëk, prodhimit e solli që nuk fituam dot. Tani për ditë ju kishit çokoladë. Për ditë një çokoladë, për ditë një fruta. Haj për ditë çokoladën? Po haj sepse di. Sa do çokoladë për ditë? Shikoti zotim. Se për shembull jo ishi pilot thuaj, po do të hani se s'bën. Se neve për shembull neve kemi marrë di veni me sekretarët e parë të rrethit që na vinin për vizit. Merrni me dimin për shembull në Mesprutave ka ngër Beqi Balluku, ka ngër di Simon Stefani me mua. A vinin hani drejt aty? Vinin për vizit dhe ne i merrni pastaj. I merrni aty. A hani ushimin tuaj? Po me ushimin tuaj, këtë tavolina jote, këtë tavolina ime. Beqi Balluku. Beqi Balluku, ky Simon Stefani, këto dy kanë hangër. Hanin shumë, hanin? Jo, hanin, sigurisht, po jo. Shiko, Beqiri me shtë Beqiri kishte di dreka di tjera, po kur vinte me stë pilotëve, a i hante di atë që servirishin. Bile di thoshte që shumë me së di këta tjeret, për shumë Simonin, dhe ato sekretarët e pa thoshte si hani që që pëthoni juve. Si hani një gjitha ushqime. Foto tjetër. Më pëlqen shumë kjo foto. Qa miku është kjo? Kjo është mik 17. 17, ha? Po, mik 17. Kjo është foto nga një revistë. Po. Është me do është besme se... Imagjino të ishe tjetë, në qëmë se si ishe ti në shoku jo të shej? Po, shoku im është. E një? Pa shikoj një? Nuk po e dalë të tamam. Por e se mos je ti? Jo, nuk jam unë. Nuk jeni? Duhet të ti një manë e bolluti në shta. Kush? Një manë e bolluti në shoku im. Në shta, nuk e kam të sigurt. Okej, foto tjetër? Ja këtu tani, Mehmet Qeu, Petri Dume është mbrapa. Po mbrapa, Petri Dume. Gjetëm Petri Dume. Gjetëm Petri Dume. Edhe madje është ai është Parlaku, general Parlaku. Po, ai për tej. Po. Dhe jemi në bazën luftarake detare të Ishullit Sazanit. Po. Abdi Mati, kundër admiral, komandanti i flotës luftarake. Petri Dume, general letnan, dhe Raman Parlaku, general letnan, dhe kundër admiral Zviqiri Mero 1965. Brapa. I ke njohur këta gjithë? Po, gjithë i kam njohur. Gjithë i ke njohur? Si ishin? Kanë qenë të përgatitur të shikom. Kuadrat e luftës nacionale shqiptare, zoti Roland, kanë qenë kuadrat më të zgjedhur, sepse i ka selektuar lufta. Prandaj nuk e di që thua për shkak që kanë qenë për pozicion që kanë patur kanë qenë gjithë të aftë. Mehmet Qeu si ishte? Mehmet Qeu ishte me aftësi, përvetësimi dhe reflektimi dhe dhënjeje shumë i aftë. Pate në njerë biset me të? Jo, biset e takime kam patur shpesh. E pas takime? Po, takime kam patur shpesh me të, sepse Mehmet Qeu dhe Hisni Kapo në kanë bërë 10 ditë seminar në Durrës. Dhe kjo për shumë dhe zbërthende artin ushtarak, popullor. A ishe diplomuar në Moskë? Po, vetëm i diplomuar në Moskë, me shtë përvojnë lufte, me ka studuar për ushtricën në kotë zogut në Itali. Itali, po, Akademinë Italianë, po, jo, po, diplomën e mori me mbrojtjen e luta për... Dite një gjëtuja të këpustën me gjëtuja. Anglishtë. Anglishtë, dite rusisht, për shumë se fliste rusisht e një shumë mirë. Edhe rusisht, Po, rusisht e unë duke ditu vetë rusisht, sa këtër se kush fliste mirë rusisht. E fliste rusisht e një shkëllqyër. Po, ku kështë mësu rusishtën e? Se i kështë marru harri fullësin këtu dhe në Itali. Po, mirë, për shumë këtë ditë di frëngjisht.
spanjisht, italisht. Spanjisht po, se kishe në Itali, italishtën po se... Aftësia një... Okej, foto tjetër? Këtë jemi ditë në qytetin Salin në 63-shin, kara borë për herë të parë. Atje, ja këtë në shok të mi. Ju ku shini? Në mes? Këtu. Po, në mes, me të zinxhire. Po. Si ishte jetën në Kuçov? E pilotën? Jetën në Kuçov më ka qenë shumë e mirë për kohën. Ju ishte të zgjedhur? Po, të zgjedhur sigurisht. Ju ishte të zgjedhur? Të zgjedhur dhe nga ana shëndetësore dhe nga ana të themi patriotike. Po ajo ka solli atje ç'është, ka solli atje. Ai ka solli drejt atje në punë. Në Iqen. Në Iqen. Foto tjetër? Ua. Po, këtu jam, kjo është dikatëshja ime, kam qenë komandant katësha unë. Do të je ai? Po në mes ja i gjati. Je komandanti, e? Komandanti. I mban mend emrat e këtyre? Po, si mban. Si quhet? Ky quhet Belalcina. Po? Ky bizë. Ai quhet Gjorgaçipi. Po ky? Ai Zënësini. Si ishin si pilot, se ishte shefi? Ishin të mirë apo jo? Kush të pilotët? Pilotët. Shumë mirë që pilotët. Ishe i rrept apo ishe i but? Jo, as të rrept, as e but them unë, po korrekt. Korrekt. Po, kërkues normal. Po, foto tjetër? Këtë janë kinë. Tani, ju përveç arsimimit në Bashkinë Sovjetik dhe një përvojtje jashtëzakonshme në Kuçov, ju shkot pasaj me studime dhe në Kinë. Po pse shkot? Ju kishit mbaruar studimet? Dëgjoj, unë nuk kam atë për studuar vetë në Kinë. Këtë është edhe komandë i Rinasit. Po? Neve kemi ishtë në Kinë me një grup pilotësh që studionin në Kinë, 22 vetë, komandë Hakiu posim, pilot i shkëlqyrë dhe komisarun. Kishe komisar? Komisar grupi. Komisar i grupi pilotët. Po kemi fluturuar në Kinë. Neve vetë kemi fluturuar. Sa vjetë në të në Kinë? Po në të plot 3-4, po si ko 12 muaj. 1 vit? Po 1 vit. 1 vit. Dhe në cilin qytet ishit? Në Tianjin. Jo, kjo është Tianjin, është një qyteti kryesor në Kinë. Bile tash u bë një mbledhje që ishte Putini, ishte një ato në Kinë. Po ky kinezi këtu? Ky është një shefi shtabit të Tianjinit. Shefi shtabit të Tianjinit. Shefi shtabit. Mësove kinezisht? Normal, sa për të marrë vesh në ajrin në tokë. Ni hao. Po ni hao, si je. Foto tjetër? Në Pekin. Këtu e në Pekin? Muri madh kines. 1907. Jo, s'është muri madh, ky është ajo... është ajo... Tiananmen. Ky është sheshi i njohur, Tiananmen. Ja, sheshi Tiananmen. Tiananmen, po. Në 74, Pekin. Po, foto tjetër? Këtu jemi në shtëpinë e Macedonit. Në shtëpinë e Macedonit? Po, shtëpinë e Macedonit. A e takoi, ishe gjallë atër Macedonit? Jo, nuk ishe gjallë. Ishe vdekur? Ja, kështë vdekur. Jo, nuk ishte vdekur, po në Vesfalin për taku në Macedonit. Ju vajtë të shtëpia muze? Në vajtë të shtëpia muze. Dhe çfarë mësuat të shtëpia muze? Çe ishte Macedoni? Një enver? Shiko, Macedoni, për mendimin tim, zotëruran, ka qenë një mendimtar shumë i fuqishëm. Shiko pse ka qenë mendimtar shumë i fuqishëm, sepse ai marxizëm-leninizmin ose komunizmin nuk e shifte si dogm, po e shifte si teori në zhvillim. Dhe ai për shembull kishte si jashtë kritikonim neve, partia jonë. Le të lozojnë 100 lule. Le të hapen 100 shkolla. Po? Dhe zgjidheni atë më të suksesmen. Dhe praktikisht i kështu i doli. Ky është ky këtu, i dyti pas meje, është ish zëvendës komandi shkollës. Ashtu. Ky është ai që na priti në shtëpia muze. Po? Edhe me radhë. Atë janë. Që nga dhe një vajzë tu? Po, është një vajzë. Edhe kjo ishte shërbet aty të shtëpia muze. Dhe kishim dhe kinezë në Shqipëri, e? Po, plot. Një gjë nuk kanë kuptuar. Shqiptarët ranë dashuri me ruset. Po. Si nuk ranë dashuri shqiptarët me kinezët, me vajzat kinezët? Shiko, kinezët ishin për atë kohë, ishin një shumë fanatik. O? Fanatik të çuditshëm. Të çuditshëm. Vërtet? Po. Po pse? Po nuk e di, kështu ishin, ata ishin as shumë fanatik sa që unë nuk kam dish fanatik se na thonë neve për shqiptarë se do të njëjë mallësorë që jemi fanatik shumë, i bëjmë të fshehura gratë, thoshin për ata të do ata po jo di për moshën tonë. Dërsa kinezët për shembull ky
ka qenë në Rinas, ky këtu, ha? Ky këtu zëvendës komandë i shkollës. Po? I Lizhnjan. Po jo, më ka thënë ambasadori kinez, që kam intervistuar, që 6.000 kinezë kishin ardhur në Shqipëri, që punonin dhe gjithë. Ka qenë martuar, në duket. Jo, s'ka. Asnjë. Ai tha s'ka, tani në një dashuri e fshehtë edhe mund të ketë qenë, kush po më ka bërë përshtypje kjo që me rusët e u bë. Po me rusët. Deti kos. Po me rusët pastaj rusët ishin më të hapura. Se për shembull ky e kishin ftuar në shtëpinë neve, Hakiu, se Hakiu është kthyer Hakiu, nuk është ky jam vetëm unë, me ta unë se iku Hakiu pas jam 6 muaj. Dhe ftuam në shtëpinë neve shoqja gjithë ky na thë se i vinte trup, po nuk e zori gruan edhe të trejtë Te shtëpia ti? Jo, as nuk vjen në shtëpia ti, po në mes pilotave erdhi ky dhe na ftoi neve. Ka qenë kështu, domethënë ka pasur frikë se mos i rrëmbeni gruan ju. Po ja nuk e di se për shembull ata mos i rrëmbeni Helenën ju. Kinezët kishin diktem që për shembull burrë grua nuk eshin burri para gruaja mrapa. Wow. Po kështu eshin. Foto tjetër? Këtu në Bashkimin Sovjetik, po e komentuam këtë? Po këtu? Këtu jemi në Gjatër. Në Gjatër? Janë pilotët. Ju atje i gjatë? Atje, ja. Ju jemi i gjatë nga gjithë? Sa i gjatë? 25. 25. Ishte kush për pilotët që duhet ishin të gjatë? Jo, të ishin gjatë. Të ishin më mirë për pilotët është shëndet. Me shëndetje dhe mesatar. Mesatar. Asi shkutën që nuk pranohet sepse starin ka më të pedalet. Po i gjatë? I gjatë të rregullohet se pedalet ka është. Jo, nuk ishte kështu për gjatësi, limit për gjatësi, për shembull një se ne kemi pasur pilot një 90. Kishte një 90. Po kishte një 90 sepse është i keq sepse të zako ka dim për panarin. Prandaj pyet edhe. Panare. Po, foto tjetër? Këtu? Këtu jemi në shkollë Bashkimit Sovjetik. Bashkimi Sovjetik. Që bënë që thashë që ata shtetet e mëdha duket që kanë shumë seriozitetet në organizimin e festave. Për shembull, këtu është dim 10 korriku. 10 korriku ynë? 10 korriku ynë, po vjen ky është zëvendës komandë i shkollës, është komandë i shkollës. Zëvendës komandë i shkollës, shefi i shtabit. Komandë i skuadrilës. Ja të gjithë të dim skuadrilës dhe neve ja ku kujmë ato ty. Ku jeni ju? Jam aty. Ase, jo, mos u qomë, do dhe jeni të reshti... Ja, përse do të qomë nga dalë. Që të të regoj. Dallo, tani e dallo. E dallo tani. King keni qenë? Po, përveç mësimeve për pilotim, ju besoj morët dhe një kulturë generale gjatë studimeve në Bashkimin Sovjetik. A ju ndihmoi fakti që juve vizitonit muze, koncerte, shikonit koncerte? Po. Neve në Moskë kemi kalu pushimet e 58-ës dhe kemi vizituar mauzoleun Lenin Stalin, sheshin e Kuq, që e kishim atë të thosë si dhe sheshi Kuq, në kujtojmë që parisisht e dhe sheshi Kuq. Nëse sheshi Kuq, për shumë, për të mëninja, ajo më imaginata, pasaj nuk përputhet me për të mënin. Po shkëllqyri ishte, ashtu. Në mauzole vizituam muzeun Lenini dhe Stalinin, të bësa mosër, të shtrirët të dy? Të dy, me kurora me lule, në vinimit i vërdalë, ashtu. Vure në një kuror me lule? Jo, në zvinimit i kurora me lule. Atë ishtë një kurora me lule. Neve thishtë të bilu futë, sa të ishte rada shumë e madhe për të futë. A i përgjesi, që ishte një major, a i tha që janë qepta këta dhe nga futën para qikë, se ishte rada madhe. Po, koncerte? Koncerte shikom. Neve për shemë dhe kemi para filma, shumë të ripë, në teatrin Balshoj. Balshoj? Ke qenë Balshoj teatr? Balshoj teatr. Pa në i shqiptarët i që kërcente? Ganimet Ndresha ka punuar 6 vjetë ati në Balshoj teatr. Ka qenë vofë, në atë kohë ka qenë Zërica Hargjo. Ka qenë aty? Ka qenë Zërica Hargjo. Zëricën? E ke parë? Jo, nuk e kam parë. Për nuk e ke parë? Ja për atë kohë, jo. Ganjali, si e patim në i balet maestri, Alija. Po?
Po edhe Ganimet Vëndresha, se edhe ajo, e qenë dhe student. Pastaj di kanë qenë edhe solista, ishin edhe studion ishte Avni Mula. Avni Mula, po, se ai u martuar me ruse. Po. Me Nina Mulën. Nina Mulën, Ibrahim Tokyshi. Po. Gjoni Thanas. Po. Edhe dhe tjerë. Po. Tani këtu kemi një foto që është Enver Hoxha. Po. Dhe ju keni qenë mbrapa ti. Po. Tani ku jeni këtu? Këtu jemi në Gjadër. Gjadër? Po, në Gjadër. Erdhi Enveri në Gjadër? Po, Enver Hoxha ka bërë vizit dhe në Gjadër në repartin tonë. Po? E kemi prit këtu është edhe duke folë. Dhe për shtypja është që thash që ata përgatiteshin pra se sa të bërishin takimet me neve dhe flishin eksaktësisht për çfarë duhet bërë di piloti që të jetë në rregull. Ashtu. Edhe këtu është di komandanti. Aty ai është ai Zhurda, ai roja kryesore. Bear Zhurda. Po. Ashtu. Bodyguard. Ai është edhe Mua Aslani. Mua Aslani, sekretari i pari. Këtu më duket që si ishte Enver Hoxha? Enver Hoxha ishte sjellej në mënyrë shumë gentile me atë që takonte. Dhe nuk takonte njëri di veresie, po fokusohej. Të ngulitej edhe për si shkon. Pastaj të lindë ty dhe vazhdo të me ashtu tjetër. Po, këta i vrau i pushatoj tërë këta që i vlerësoj. Ato të tjetër, shiko, ato me shtë përshkatimin edhe unë sem dakord në kur. Ani ishe dakord, si ishe dakord, ty së pyese njeri dhe i... Po thamë, shpirtërisht. I nderuar, e di çfarë kam lexuar në vitin 1974? 3.000 ushtarak, duke filluar nga ushtar, kapter, oficer, provuan prangat në Shqipëri, nga 1 janari deri 31 dhjetor. 1974. 3.000. Po pra, grupi i Beqebelluk. Po 3.000 ushtarak, çka kishin bërë këta ushtarak, po? Ashtu. A jeni dakord me këtë? Dakord. 3.000 ushtarak janë tronditur kur e kam lexuar. Janë tronditur. Dakord. Se ata kanë qenë... Po. Do të moshatarët tuaj, bashkëpunëtorët tuaj. Këtë letër psi... Ky e ka bërë ata, nuk e bëri një tjetër. E thotë dhe Ramizalia është dorati në të gjithë aktivitetin të Shqipërisë nga 45-a dhe në 35-ën është... Foto tjetër. Grupi, pensionista. Aja është asbju që është vrarë. Në fotografi me aeroplan. Është atje. Pa atje është këti. Në kujtim, keni bërë në kujtim të ati? Në kujtim të ati kemi bërë të... Se tani e kupto. Këta janë kolegët tuaj? Klasës time. Pilot gjithë? Gjithë pilot. Gjithë pilot? Me ato që ishim të fotografia. 9 pilot gjallëtu dhe 1 vdekur? Po. A i mbrapa? Po. Ta shi këta s'janë gjallë. Po mirë, flasë, keni bërë një kujtim të njëse? Po. Okej, foto tjetër? Familja. Tani, nuk të pyeta për familjen unë, po... Bashorët nga e ke? Bashorët e kam origjinë nga Përmeti. Kuks janë i zjuar. Kështu e ke marrë kështu toske, vetë gege e ke marrë dhe jo toske, po nga Përmeti s'ka, më të mirë nuk ka në Shqipëri. Dhe është dive që këti si që dise në gjarëzat të reshin, po në një rekonecion të rajonit, në nga qafana, kufirit edhe për drinës kepistilës në Konespojnë. Po? Dhe njëri drek kalum në Përmet për shku për në Gjirokastën. Po? Kjo kështë qenë në një dasë me njërësit e saj në Përmet, dhe kështë dalë të këtura e Përmet. Unë të dhja gjithfarë, kur edhe shofë në turmë, kjo ishte vazharet, ishte një për vishje. Edhe më të rëshme me dhe më thomë, si që djali vajzat i djali. Po ka është vedem, kur pasaj më sa kohësh, e shofë se ne shkojnë film, gjithë një të filmat e rishtë, ato me zi prishnim. Në qytetin Stalin, kur e shofë këtë që ishte me vine me... Në qytetin Stalin? Qytetin Stalin. Banon të qytetin Stalin. Po do ishen Përmet? Babaj, shiko, babaj me maman janë nga Përmeti, po ardhë pas qëllim qytetin Stalin. Ua që koincidencë, ha? E për e. Dhe ti edhe gojnë në qytetin Stalin pasaj? Ati e pashtë, tha që nga këto vëndëse. Pastaj më vonë një pashtë se në atë kohë të qikofesat dhe kanë qenë që këti si me shumë që këti
probleme si me thashe theme, mershin. Dhe unë e prita çdo ditë të pyesja direkt, po për fatë mirë, kjo ishte nëse dhe dalluar dhe shoh tabelën në demokracinë në qytetin e Salim. Thoshte drita Jorgji nëse dalluar klasë 2 gjimnaz. O, thashun, do të Quhej bashkërtja? Drita. Drita quhet bashkërtja. Dhe pe atje ti? Po, atje pashën. Do thënë ti e paske, si i themi një gjuhën kështu, e paske gjujtur se ishte tabelderi. Se ishte tabelderi. I zgjuar, shumë i zgjuar. Po, dhe pastaj i kërkove direkt dorë? Po, jo, pastaj e futa një shoqë saj, që e njifte një shoku im, atë vajzën, kjo thadje po, edhe kjo punë pastaj vazhdoi. Ua. Për çfarë u diplomua bashkërtja? Për gjullet e si Shqipe. Për gjullet e si Shqipe? Po. Këtu janë dy çunat. Dy çunat. Si quhen? Ky është Ariani i madhi që pillon në BBC, ai është Rudi në Toronto, është një piktor. Është një piktor, po jep mësim në gjimnaz në Toronto. Në Toronto. Po, 20 vjet atje. Po gazetari i BBC-s? Gazetari i BBC-s është tek lajmet, është një farë shefi, nuk e di tamam. Një farë shefi, a? Sepse vetëm ti ke qenë shef, po djali ka drejt të jetë shef. Është një farë shef. Se ti komandant, komisar, shef, komandant atje, po edhe djali. Edhe është nga gazetarët të njohur të BBC-s. Po, foto tjetër. Kthehem te muzeu i aviacionit në Londër. Në Londër. Po, tani mirë ne na the që ne ishim fuqi e madhe ushtarake, the po. Si na shikonin të tjerët ne? Si e ke kuptuar këtë? Ushtritë e tjera, si na shikonin ne? Shikove, unë mendoj që fuqitë e tjera neve na kanë shikuar dhe na kanë matur me shumë seriozitet. Vërtet? Po, derisa nuk guxonin të afroheshin me mas 58-s, mas 67-s. 67. Dhe madje ne me fjalë me janë përpikur për ta vëzuar me regjimin dhe nuk ja dolën, tregon që ata e panë që nuk janë edhim kollaj për të zuar ta. Tani, momenti kur mas 90-s ju pat që ata avionët që ti drejtove shkuan për skrap, si u ndjeve? Shiko, sigurisht që të vjen një keq, gjë keq, po shumë keq. Ashtu. Dhe kjo ka ndodhur për mendimin tim sepse nuk kanë dashur t'i hapi shumë ditë lashe drejtuesit e shtetit vetes tyre. Më kollaj, sepse di për shembull edhe Greqia është në NATO, edhe Italia është në NATO, edhe Turqia është në NATO. Edhe Turqia në NATO, po kanë ose për shembull se po flasim që keni kështu të hapur sipas mendimit. Që për shembull ne ishim në territorin e Varsavës. Ishim ata territorin e Varsavës, po aman aeroplanet ishin tanët, pilotët ishin tanët. Përsa neve tash, nuk e tash, gjëse nuk marrë se me siguri që masat për të mbrojtë Shqipërinë e merren, këtë kam besime 100%, që nuk mund pushtohet me dikollaj. Po aviacion duhet kishte. Duhet kishte. Unë them që duhet kishte. Tani të pyes për disa ngjarje që ti i ke përjetuar si pilot. Kur u mor vendimi për largimin nga Traktati i Varshavës, ishe dakord? Dakord. Pse? Shiko, ishe dakord sepse unë shifja që në Bashkimin Sovjetik filluan të mos na vlerësonin më. Mos na vlerësonin. Atë që në kohën, që nga fillimi i viteve 60, filloi që të kishte një vlerësim që beqejimi që pak neve, që mi festahim punën, nuk kanë në forcë, në kushtë diqë që po na kushtë diqë... Po jo, ne ishim Traktat Varshavës dhe ishim kundër NATO-s. Kundër NATO-s. Tani ikëm nga Traktat Varshavës, ishim kundër dyjave. Kundër dyjave. Si dilëm, qa ishim ne që i përbalonim dyjave? Po këtu do të parasysh edhe geopolitika, konjunktura geopolitike. Ata dhe për shembull me siguri që Bashkimi Sovjetik nuk lejonte NATO për të rënë, NATO nuk lejonte Bashkimi Sovjetik për të rënë. Bukur, shumë e bukur. Shumë e bukur. Kjo është. A ju thoshin ndonjëherë ky Hamza Koci është filorus? Nështë mund të ketë patur mendime të tillë, po unë filorusët nuk kam qenë asnjë në asnjë mënyrë. U mërzite kur ndërprer marrëdhëniet? Po, për të mërzite. Po, për të mërzite të gënjej. Tash që thotë jo. U mërzita u habita më shumë, sepse ishte përgjithësia propagandë.
misi e pathyeshme, që thushin ato gjëra, ashtu sistemi, edhe di tani që neve këto lidhjet e di miqësore dhe lidhjet e di të bashkëpunëtorëve, i kemi pa dogana di qasin ndaj tyre. Unë për shembull nuk jem dakord edhe që kashtet të përzihemi në mënyrë të padallueshme me ta, dhe të preferojmë me shumë superlativa. Po, kur u ndërprer marrëdhënie me Kinën? Dhe me atë di keq ka qenë. Ja, ishte kështu pasë. Po, atëherë morën fundë. Atëherë ishte kështu shutdown, si thonë në Kanada. Atëherë fillon të tallonat. Po jo, atëherë. U mërzitë shumë atëherë. Po kush të pyet se ty? U mërzitim sepse do ishim i vetëm. Foto tjetër? Po këtu të pas kanë veshur general këtu. Ato i ke 3 dekorata i ke ato? Jo, 4. Është një miqës dukut e dituk. E ke 4, po? 4 këtu. Po? Kjo është një vajza e bashkën, që ta shështë një maturanta. Tani ke, do dhënë ti e 4 herë gjysh? Po, 4 herë gjysh. Do dhënë ai si quhet nipi? Në quhet Sebastian. Sebastian. Kjo quhet Sofie. Po? Ai quhet Klea. Po? Aja quhet Hana. Tani, të dy djemtë janë martuar me shqiptare apo me tuaja? Ariane në Londër është martuar me angleze. Me angleze? Me angleze. Do thënë ti nipin tënde ke gjysmë anglez? Po, jo gjysmë anglez, po shpirtin e ka di këtu. E ka shpirti këtu tani 55 vjetë tani ose bën ai se. Jo, ashtu është, 55. Po, s'ke çaj bën ose. Këta ti zoti. Po djali tjetër? Çfarë djali? Do të njëri martuar me djeti me origjinë nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra, ty që nga rregull atë. Po. Kilena në Toskëri ai, si babai ai. Si babai. I do shumë nip mbesa? Po ti ke larg nga i takon si? Po, tash jam larg, po atëherë isha i shafër, se ajo është dhe besa e parë e rrugit të djalit në Toronto, ajo mbas Hanës. Kurse kjo është ajo që është maturante, kjo Sofi. Ai arritu tani. Po ajo arritu, ajo është maturante. Po mira ty të veshën kështu shtarak aty? Ko për çem, thon doshin ata, doshin fëmijët, doshin njerëz të vishur. Pilot, vishin gjyqë? Vishin, dhe u vesha unë. Sa mirë ke bërë. Sa mirë, vetëm kapelet mungon. Foto tjetër? Këtu jemi në dasëm të rrugit të Gjakosh në Gjirokastritja. Po, ajo Gjirokastrit, e? Gjirokastritja. Tu bashortja, djali tjetër, me nusën. Bashortja, djali tjetër. Ajo është dhe bashortja e Arianit, ajo mrapa. Po, ma e mrapa. Edhe fëmijët. Po, edhe fëmijët. Po. Foto tjetër? Kemi foto tjetër? Unë të doja edhe njëra të foton me ata avionët në qiell, atë foton, sepse ajo është një foto shumë simbolike. Kjo, po. Shë qa foto është kjo? Shë qa foto është kjo? Kjo është foto... Shkëllqyri. Do dhe kjo është aji që e ka fotografuar, ka qenë avion dhe aji? Anë avion dhe du të këtë qenë edhe Kol Berisha. Kush du të këtë qenë? Ka qenë një fotograf, Kol Berisha. E kishit ju? Jo, ishte në fotograf në të rësi, për ushtërinë. Po e që ishte të ushtërisë. Dhe këtë bënde fotografi tila? Fotografit e kishte për të tërë të bënde këtë. Kjo është fotoja zakonshme? Shumë mirë. Sa metra lartë du t'jemi këtu? Se shkoj rreth atje, Ja, këtu do t'jene 2.000 metra. 2.000 metra? Po, 2.000 metra. Nuk është shumë lartë? Nuk është shumë lartë, sepse bëjmë pregatitje për paratë këta. A janë paradës, e? Paradës ta sepse nuk ka përgatitur luftërake me këtë formacion. Disa herë i nderuar ka pasur kështu që ka pasur plane për ta sulmuar Shqipërinë. Dhe ka pasur llogari për ta sulmuar madje edhe me i bombë bërthamore që kishte nëse do bëhesh një luftë bërthamore. A kishte kapacitete Shqipëria që të mbrohesh me këto fuqi kaq të forta? Sikur Shqipëria ka patur një strategji dhe taktik të mbrojtjes nga çdo lloj sulmi, unë mendoj nga më të perfeksionuarat në Europë. Për shembull, janë tunele të mëdha për çdo qytet, për shembull, Korça kishte spitalin të tunelizuar në Skopoj.
Voskëpoj? Voskëpoj. Ku Voskëpoj atje? Se e njoh Voskëpoj? Në tunel në dhe. Për të parë gjë këtë? Po, ja. Dërsa di Kuksi është qytet i gjithë Kuksi poshtë një vetes tij. Kuksi, ë? Po, ashtu. Kështu kanë pastaj ne nga goditë bërthamore, rrugë. Goditë bërthamore. Po. Ashtu tunelet e Gjadrit janë 3 kilometra tunelet Gjadrit. 3 kilometra? 3 kilometra të tunelit, të gjitha disa lloj tunelesh. Po. Ashtu janë të gjitha me dyer kundër goditjes atomike. Atomike. Po. Dhe me pistë urgjente që qohet aeroplani drejt nga tuneli me njëherë në ajër. Me njëherë në ajër. Po, me njëherë në ajër. Tani, si pilot që je, si e përjetuat 24 marsin e viti 1999, kur NATO sulmoi në Serbi? Mund të ketë qenë gëzimi më i madh. 78 ditë. Gëzimi më i madh e një jetë, sepse neve, mos të gjithë Shqipëria, po kuksianët. Ashtu se unë për shembull. Ku ishit ju? Këtu ishit atë po në Toronto? Jo, këtu. Këtu ishit. Këtu kemi qenë. Sepse neve për shembull Kukshit i Zoti Roland ka patur përleshje historike me serbët. Për shembull dhe serbët kanë eliminuar, kanë therë dhe vdik të gjithë dajte e nënëstime. Dajte nënëstime? Po, për shembull nëna ime s'kishte dajo. Wow. Në 1912. 1912. Po, Shazhibar Dida nga përbregu i Kukshit. Ashtu. Dhe kam bërë dhe reprezalje më mështë njërzore. Kështu që unë për shembull për serbët nuk kam një pikë mëshire, se thonë sa që, pse thonë që kemi vrarë 12.000 serbët në Kuksh, sepse nuk është reale, thonë. Një thash, një shokë të thash, ore thashë, janë sa në kushin e mretë, pasë mos kishim e të korrespondentat tonë në atë kohë. Po në di që nëna më ka thënë që ishte mush Izabeli e arat plot me kufoma serbësh. Sikur të kishe ti mundësi të pilotoje një avion, do kishe... Me njëherë. Me njëherë, more kamikaz. Kamikaz? Kamikaz do me thënë që ti... Po, kundër serbëta? Të vrisë edhe vetë? Bëjt damin maksimal. Kamikaz, ë? Nuk kam të ngopur. Po, për dhe kështu. Në qoftë se ju keni ndjekur besoj procesin e ish drejtuesve të UÇK-s në Hag, qoftë se, po më hamëndësoj, do t'ju thërrisni ju si dëshmitar në Hag, që do thoshit? Nuk kam sigurt që a thëmë, sepse njëre dive është, unë për shembull nuk kam dashur dhe e kam qytur gabim që bërin e gjykatës. Ngritja e gjykatës, sepse që me hiledja jo. Që me hile, kjo ishte hile serbe. Serbe. është përkraje e Europës, dhe në përgjithësi, përkraje për Serbinë, që me i gjerit aty. Mos të gjerit aty as aty, këto të fitojnë diçka, po dhe ajo të mos lëndohet shumë. Dhe në qoftë se do ishit ju atje si dëshmitar, çfarë do të thoshit? Jo, do i thosha që është një sajes diskredituese dhe jo vërtetuese. Aja është sajes diskredituese dhe jo vërtetuese e në i gjëje. Si një pilot i traktatit të Varshavës, kur u antarësua Shqipëria në NATO, si e përjetua të ditë? Shiko, është sukses shumë i madh. Sukses i madh? Është sukses shumë i madh, sepse ne vedi... Po si sukses i madh ti ke luftuar kundër NATO-s? Kam luftuar kur ishte një armik NATO-e. Dërsa pritë se demokracia, karakteristika e demokracisë është se armikun ta bën mik. Dhe duke bazuar në gjeopolitikën më e sotme, bloku ushtarak më i fuqishëm në botë është NATO. Kështu që antarësimi në NATO është sukses shumë i madh. Në qoftë se juve do të merrni një mendim, juve, si ish pilot, si ish ushtarak, për ushtrinë tonë, çfarë do t'i thoshe, çfarë do duhet për ushtrinë tonë të kemi? Shiko, për ushtrinë tonë neve duhet të përgatitemi për të mbrojtur. Për të mbrojtur. Dhe sepse tash format e luftimit, tash zoti Roland ka ndryshuar. Për shembull, avionat janë duke u përdorur shumë pak sepse kanë dalë në pa ato raketa hedhës. Jo raketa hedhës, këto dronët. E droni pastaj shfuqizoi fare. Edhe avionët. Po shfuqizon se po vjen droni ku nuk e pret. Në kokë.
Doli avioni. Kështu që unë për shembull tani për tani, për shembull nuk jam në gjendje të japet i këshillat që duhet kjo, duhet të dëgjojmë. Po them, u them për këshillat në tërsinë e saj që duhet të mbetëret masa për vetë mbrojtje, për të mbrojtur. Për të mbrojtur. Dhe për të luftuar. Nga kush e kemi ne armiku, ose më saktë, cili ishte armiku më i rrezikshëm për Shqipërinë gjatë kohës që ishit ju pilot? Me rrezikshëm. Gjatë kohë që kam qenë pilot unë. Serbia, Greqia apo Italia? Jo, Serbia me Greqinë. Të dyja? Italia... Ne ishim sanduiç. Po, të këta dyja të kanë qenë gjithmonë planifikueshët për ta shtuar Shqipërinë, me çdo kusht. Unë nuk naqja shumë. Kujtimet e një piloti shqiptar që janë në këtë libër, më të këndshme në fakt ishin, duhet ta lexoni këtë, po ishin edhe nga rrëfimi vet Hamza Kocit, bazuar sigurisht edhe te këto që ky ka shkruar në libër. Zoti Koci, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme. Edhe unë, zoti Roland, ju falenderoj akoma më shumë për ftesën që më bët dhe që bashkëbiseduam në mënyrë të rregull dhe të plotë. Falenderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.